Arza, përshëndetje, Arza. Mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes Eli, mirëmëngjes Arben, jemi nga sheshi I Gjilanit në ditën vendimtare të zgjedhjeve lokale, qysh në orën 7 të gjitha qendrat e votimit në të gjithë vendin përfshirë edhe komunën e Gjilanit sapo janë hapur. Deri në këto momente kemi parë qytetarë të pak të cilët kanë dalur për ta ushtruar të drejtën e tyre të votës, me qenë se është ende herët, fluksi I tyre pritet të rritet pas orës 10 të mëngjesit. Po ashtu edhe zyrtarë policorë dhe vëzhguesit kanë dalë në qendrat e tyre në qendrat e vend votimeve, në mënyrë që gjithçka të shkojë në mënyrë sa më të qetë dhe sa më të sigurt. Arben, në vitin 2025 në zgjedhjet lokale janë regjistruar gjithsej 109.000 qytetarë, krahasuar me ato të vitit 2021 kanë qenë gjithsej diku rreth 101.000 qytetarë të regjistruar, por në kutitë e votimit kanë përfunduar vetëm 42.000 prej tyre, pra 57.000 qytetarë nuk e kanë ushtruar të drejtën e tyre për të votuar. Ne do të shndrojmë gjatë gjithë ditës këtu në komunën e Gjilanit për të sjellë informacione nga ky proces zgjedhor tek ju. Nëse nuk keni ndonjë pyetje, unë po e kthej linjën tek ju në studio. Jo, Arza, vetëm na trego si është, apo vreq, a kanë dalë njerëzit, apo a ka qarkullim të njerëzve në këto orë të hershme të mëngjesit, apo pinë të paktën kafe për të mos thënë a kanë filluar me votu. Nuk e dini se po më dëgjon Arza. Regjia. Shumë pak qytetar, nuk është se ka qytetar këto në sheshin e Gjilanit. Mirë, e qartë, na faleminderit shumë. Ku ikim tash, ku shkojmë tash? Nga qyteti I Gjilanit, po shkojmë atje në Pej, ku e kemi